Në zemër të Gorës, mes gjelbërimit dhe qetësisë së maleve, qëndron Kolaneci, një fshat i lash që ruan në çdo gur kujtimet e brezave. Sot Kolaneci po ringjallet si një destinacion i mundshëm turistik, ku tradita, mikpritja dhe natyra e paprekur bëhen një. Banorët shprehen me entuziazëm për këtë nismë dhe thonë se mezi presin të hapin dyert e shtëpive të tyre për vizitorët, për t'u treguar historinë, zakonet dhe shijen e jetës në një fshat që ruan shpirtin e Gorës. Këtu të vinë të shikojnë, këtu bëhet mishi në saç, bëhen gjërat që janë bio, petka, dromka, të gjitha zailet, kush i numëron sa janë, po më mirë me fakte, të vinë të shikojnë, të vinë të provojnë edhe të shijojnë, se ne jemi zemërbardhë dhe t'ja udhurojnë. Unë jam Bes në Kolanec, mamaja ime është nga ky fshat, për mendimin tim jo me nota nostalgjie. Ky është një fshat mbi ujë, ka pafund burime dhe mundësi shfrytëzimi për një turizëm malor. Deri tani besoj se gjërat ka marrë për mirë, por është parë fshati Kolanecit ka pasur festën e qershirës, edhe mollët e Kolanecit, lajthit e Kolanecit kanë tjetër shije nga ato të fushës. Banorët krenohen se pikërisht këtu ka qenë shkolla e parë e gjithë krajinës së Gorës, një vatër dijesh që hapi rrugën e arsimit për shumë fshatra përreth. Para ndërtimit të saj, siç tregojnë të moshuarit, mësimet zhvilloheshin në ambientet e kishës, ku fëmijët mësonin shkrim e këndim në ndritën e qirimve dhe frymën e dashurisë për dijen.